Agjencia kundër korrupsionit ka filluar një procedurë zyrtare për të verifikuar pasurinë e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, pas vërejtjes së dallimeve të dukshme të deklarimeve të saj të pasurisë për vitet 2024-2025. Mediat nga Kosova raportojnë se nisja e verifikimeve ka ardhur pas shqetësimeve mbi ndryshimet në sasinë e pasurisë së deklaruar në formularët zyrtar të zyrtarëve publik. Ndryshimet lidhen kryesisht me rritjen e kursimeve, si dhe me shtimin e shumës së parave të gatshme të deklaruara. Dokumentet e dorëzuara për vitin 2025 tregojnë lëvizje të konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, çka edhe ka shtyrë agjencinë të ndërmarrë verifikime të mëtejshme sipas ligjit në fuqi. Në deklarimin e vitit të kaluar, Osmani ka raportuar gjithashtu se bashkë me bashkëshortin posedojnë një banesë tjetër në Prishtinë, si dhe tokë dhe një shtëpi shtesë në Australi. Agjencia kundër korrupsionit po vijon procedurat e verifikimit, ndërsa çdo rezultat do të bëhet i ditur sipas rregullave ligjor.